Rishjet e dendura të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime nga heci i banjës, të cilat arritën deri në 100 metër kub për sekond, sollën sërish prurje të mëdha në lumenjtë e qarkut Fier, sidomos në lumin Seman, që rriti prezencën e ujit në sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore, të kultivuara me prodhime të stinës në disa fshatra, por më problematike situata paraqitet në fshatrat Petov dhe Mbrostar të bashkisë Fier. Banorët thonë se është e treta herë radhazi që përmbyten brenda disa muajsh, duke u shkaktuar dëme të parikuperueshme në ekonomitë e tyre bujqësore, teksa fajsojnë një zëri shkarkimet e pakontrolluara. Nuk kemi interesi fare, se çfarë do bëhet nuk e di. Dima s'po na japin, asnjë gjë. As pezime, as për baktit, as për një gjë. E mbodha aslin, e mbyti lumi e beri lutë së tinë. Se ku do vëmë, se çfarë do bëjmë, një zot e di. Erdhi komisioni, sa pak kështu ikën edhe se që bëjnë, marën paratë, ikën ata, gjeposen për vete edhe poplin e ka lënë më shirtë fatit. Është herët të rëtë që ne përmbytemi, më jam përmbytur 5 dylymi jonsh edhe 2 dylymi gjysmë elbë. Dhe dëm shpërblimi jonë nga pushtetarët vendor që ka ardhur, është thjesht mos pagimi i taksës vjetore. Që taksa vjetore 5.000 lek dylymi, i bie 35.000 lek vjetra. Dëmi nuk është 35.000 lek, është më shumë. Në para s'ka ndodhur, këtë vit ndodhi vetëm. Në para bindesh i ikte, por nuk ishe kaq prurje. Si vjet tjaj që erdhën prurjet komplet ujit. Përveç tokave bujqësore, për të tretën herë janë përmbytur edhe banesat. Jetoj prej 25 vitesh në këtë zonë, thot Sulo Tafa, por një përmbytje të tillë nuk e kemi parë asnjëherë. Si vjet që në nëndor jam mbytur unë dhe 3 herë ka ardhur uji. 3 herë janë hapur porta, 3 herë më ka ardhur uji brenda. Sipas jush pra është vetëm digat. Jo, s'ka faj lumi. Ka fajnë digat i hapin ata. Mbushin kuotat plota ata për vete tyre, po se hapin se ç'a bëhet poshtë, nuk të ndja di. Mirë për tokat, se tokat po pyesim mene, taksat i pagojmë dhe gjesfitojmë, vetëm hith lek kot, i lem ashtu çajire, të rrin kështu tokat. Pas situatave të ngjashme të regjistruara gjatë muajve janar dhe nëntor, dëmet e njëpasnjëshme kanë rënduar më tej gjendjen ekonomike në zonë.